Nuk e mposh dot. Plus kësaj që Rama që t'jem Të bim të Rama. korrekt, Fol për Ramën. Rama po luan fort në arenën ndërkombëtare, po luan me Bashkimin Evropian dhe në një farë mënyrë tani gjitha këto lëvizje që janë pro Shqipërisë dhe fryma që është krijuar në Europë pro Ramës, pro Shqipërisë, në farë mënyrë është merit personale e kryeministit Rama. Është mjeshtër i fjalës, mjeshtër eloquent i gjithçkaje, do të njeh mënyrën e komunikimit, njeh edhe gjuhë tuaja që din anglisht, italisht, frëngjisht, mos gabon, Kështu që ka mirë, ka rregulluar marrëdhëniet me presidentin Macron, me kryeministin britanik, gjithë pra në këtë sens ai po punon me një mision, pra që i ka vendosur vetes, dhe që është në fakt një farë mënyrë që ta thashun në fillim tani, që nëse ky, pra Rama, arrin ta pranoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ngjelet burr shteti dhe mbyll karrierën. Për mua atë ditë ai që thot Shqipëria nga e flamurin, Rama po t'jem unë në të ti, iken se pastaj vetëm fillon të poshtja, jep dorëheqjen edhe iken. Si disheza e Saliut mbas NATO-s. Po pra, kështu që në këtë sens ai po punon me Bashkimin Evropian dhe deri tash me këto negociata, këto kapitull që nuk i di tash termat ka punuar stafi i tij, natyrisht ato drejtohen nga kryeministi, do drejtohen nga tjerë nga unë, pra që kanë mbyll grup kapitulsh me ose punë voluminoze. Dikush më tha, nuk e di se jam i sigurt, por janë afërsisht gjatë 900 deri 1000 veta që punojnë gjithë strukturën shtetërore që për të plotësuar këto kapitujt e letra, gjëra, ligje, nën ligje, kapituj gjitha, që është një punë gjigande. Ndërsa në pjesën e administrimit të pushtetit, Rama për mua çalon, që do thotë të jetë të sjellë figura me përgjithësuese, me autoritare, me socialistë 24 karat që kanë pse sa duash që të jetë ministër më. Nuk vjen tash vjen keq pa fyr emra, po Kalamaj tash. Kalamaj ti do thuash po i përdor fyrje, po. Unë sipas konceptit tim, të jesh ministër, vetëm që është një talent i madh që ka nga Zoti, ka zbritur në Tiranë, që mund të jesh ministër, po pa qenë paktën 45 vjeç, 40-45 vjeç, apo 50, që ke provuar, ke CV pune, ke ka 7 lëkurë, pra njeh shtetin, njeh ligjin, njeh gjithçka, njeh mirën, njeh keqen, njeh pabesinë, njeh besën, njeh mirë gjitha, dhe njëri i tillë që ka sa duash pse, edhe ministër, i cili thotë punoj me pasion për emrin e tij. Kështu, në këtë sens për mua çalon kjo, ai ngjelet figura autoritare në PS, njëri nuk e kundërshton dot, dhe kjo në fakt është do i kthehet në bumerang, se mirë do ishte të kishte fraksione brenda PS. Fraksionet, nuk them... Po mendoj që mbaruan, me blushin mbaruan fraksionet. Jo, ka 2-3 elementë aty, po nuk e di tash nëse kanë kuraj për të folur. Element ka folur, Nikol, tjetër. Jo, nuk e di, do kanë kuraj për të folur këtë ditë, po nuk kanë për të folur. Po Nikol, besoj që çështja Balluku është çështja më e rëndë e 12 vjetëve të qeverisjes Edi Ramës. Sepse heqja e Ben Ahmetaj ishte njëri që nuk është se ngjiste fort në PS. Nuk Erion Braça, se këta kanë qenë 3 zëvendës kryeministër. Erion Braça nuk është se u shqua për ndonjë gjë, ndërsa kësaj i kishte lënë gjithë pushtetet në dorë. Dhe vjen në momentin që një zëvendës kryeministër i është arratisur. E dyta, Erion Braça nuk po e zë për zëvendës kryeministër. Erion Velin. Jo, edhe Erion Velia e kaloi si test ai, por kjo është më e rëndë, mendoj. Unë dhe është prova më e fortë e tij në këto 12 vjet. Pse? Sipas logjikës time. Në qoftë se e mbron, jo vetëm PD-ja, ka arritur të krijojë imazhin që kjo ka probleme me menaxhimin e paras publike. Dhe ka krijuar këtë opinion jo vetëm në publike, por e ka krijuar edhe te të huajt. Se jo më kot edhe ambasadori BE-s, edhe amerikan thonë dorë të lirë spakut mund ndërhyjnë në punën e spakut. Dhe mendoj që në qoftë se do ta mbroj, do të krijoj kosto të mëdha qoftë për integrimin e vendit. Ti e the shumë bukur, ai do mbetet në histori po integroj se kryeministra ka pasur shumë ky vend. Po Sali Berisha do mbetet mendoj unë për NATO-n, jo për atë 91-shin që përmbysi komunizmin të ngërvëngër. Ato janë muhabete kot. Komunizmi do binte edhe mos dilte asnjëri aty. Mendimi im, modest. Sakt. Do mbetet për NATO-n, ky do mbetej për BE-n. Megjithëse më thënë të drejtën kur hym neve këto
organizata fillojnë të lëndisën. Madje për NATO thanë që ishte në vdekje cerebrale para luftës në Ukrainë. Gjithsesi, është një hap i madh për neve sepse qoftë formalisht futemi në Europë, një komb i marginalizuar deri vonë, gati i ndarë, me trefe, me njerë, me tjetër, me madje pasha të një sajti i rëndësishëm, për herë të parë thotë Shqipëria nuk është më një vend musliman të ka kaluar përqindje madhe e krishterë, se kanë me mikrob një çik ata europianët që e duan një çik si më thënë, edhe klubi europian, po edhe klubi krishterë. Por mendoj që në qoftë se e mbron hall, në qoftë se e lëshon prap hall, se në një farë mënyrë ti i ke mund ta shkuton të kjo duke vënë dorëheqjen. Si e shikon ti si situata? Tani, kjo është pozitë shumë e vështirë e kryeministit. Pozita më e vështirë që e tha të dhju në këto 12 vite. Mendoj që, ose më saktë nga informacionet që kam më saktë, nuk do të votojnë heqjen e imunitetit të Belina Balluku. Ma aq sa di prap, se jam pa informacionet kryqëzuara si gazetari vjetër tani, mundet që pasi të kalojnë Këshillin e Mandateve të dahen në 2 raporte. PD-ja raport për heqje imuniteti, PS-ja për raport jo heqje imuniteti, këtu do jemi besoj. Dhe për ta justifikuar besoj mazhoranca do përdori taktik që nuk e di sa është e gëlltitshme nga të huajt dhe nga pra komuniteti i Brukselit, nga Brukseli, do të besoj të japi dorëheqjen, ajo pra akuza është se është ministre dhe zënës kryeministre po prish provat apo. Pra kërkohet heqjen e tij dhe arrestimi. Kjo është thelbi i asaj që kërkon SPAK-u. Pra du ta heqim, ta arrestojmë se po prish provat. Se ka detyrë, po thret njerëz në zyrë, ministri, sipas atyre gjithnjë. Nuk e di si është e vërtetë. Ajo në seancën para parlamentit besoje, qofshe e gabuar, do japi dorëheqjen si zënës kryeministre dhe ministre, që të japi shkas taktikisht mazhorancën për të thënë që bie akuza e SPAK-ut se donin me këtë kusht, me qenë se është ministre zënës kryeministre, kjo dha dorëheqjen dhe gjen mënyrën për ta mbyllur dhe për të mos e votuar heqjen e imunitetit. Pra ajo do hetohet pastaj si deputete me imunitet, do shkojë në SPAK e tjere dhe do kalojë në gjyq edhe si deputete. Pra besoj që kështu do shkojë me aq sa ndjej dhe kam informacione. Në qofshë e gabuar, po besoj kështu do jetë. Nuk di sa është kosto tash nuk e përcakton. E amortizuar vjen goditja për Ramën, më thënë drejtën në momentin që kalon praktikisht kalon te kërkesa e parë e SPAK-ut. Praktikisht kjo është kërkesa.